Thaçi ishte jaftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan që nuk kishin kurfar interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë është që Thaçi ishte jaftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Dhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksionon TUÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan që nuk kishin kurfar interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Dhe besonin se puna e tyre ishte në anën e duhur të historisë dhe nuk u përballën me atë çka po dëgjon tashmë ky trup gjykues dhe për të cilin do të marrë vendimet përkatëse. Vendimet e tyre në fakt nuk ishin as në përputhje me standardet ligjore ndërkombëtare sa i takon kontrollit efektiv. Kryekomandanti i identifikuar i TUÇK-s mund mos ketë qenë në gjendje të ushtrojë komandën sikurse ushtrit e Shtetet e Bashkuara apo NATO-s. Pas nuk kishte nevojë ta bënte këtë gjë. Paragrafi 613 i dosjes son flet për shumëllojshmërinë e hierarkive, të cilat janë të mjaftueshme për të konstatuar përgjegjësinë e prore sipas të drejtës ndërkombëtare humanitare, ku janë cituar dënimet për administratorët, një roje civile, një kamp i burgu, pa emërime formale, një zyrtar i medias, edhe një drejtor i një fabrike çaji madje. Paragrafët vijues të dosjes son flasin për treguesit e kontrollit efektiv dhe citojnë edhe japin referencat përkatëse për evidencat që tregon se cila hierarki përputhet me standardin ligjor për secilin nga të akuzuarit. Mbrojtja e Thaçit mbështetet shumë në përshtypjet e dëshmitarëve të vet. Por ata nuk ishin informacionet bazë për të marrë parasysh. Dhe rrjedhimisht këto opinione nuk duhet kenë asnjë peshë. Së fundi, në paragrafin 621 të dosjes, mbrojtja e Thaçit pretendon se zoti Thaçi nuk kishte asnjë detyrim tu referonte krime ndërkombëtarëve, sepse ata ishin tashmë në dieni. E lejmë njëndë pretendimin se ndërkombëtarët ishin autoritetet kompetente. Parashtrimi në vetvete është i pa bazë. Ti referosh veprat penale autoriteteve kompetente është një masë e domosdoshme dhe arsyeshme, sepse ato duhet të hetojnë apo të ndëshkojnë krimet në rrethanat e asaj kohe. Këtë mund ta shihni në paragrafin 1933 të aktgjykimit të apelit Popović dhe të tjerë.